Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se është siguruar transport urgjent mjekësor për një pacient të ri nga Maqedonia, i cili ka pësuar lëndime të rënda në verte Brat e Qafës gjatë qëndrimit në Kushadasi, Turqi. Ministria ka theksuar se në koordinim të menjëhershëm me qeverin, Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe Shërbimin për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta, është siguruar një avion qeveritar për transportin e pacientit dhe sipas tyre me procedurë urgjente, pacienti pritet të transportohet nesër drejt vendit. Gjatë transportit, pacienti do të shoqërohet nga një ekip i specializuar mjekësor i Klinikës Universitare për Traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezi, reanimacion, mjekim intensiv dhe qendër urgjente, ndërsa janë siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për transport të sigurt mjekësor. Sipas ministrisë, pas mbërritjes në Shkup, pacienti do të merret menjëherë për përkujdesje nga ekipi i kirurgjisë spinale të klinikës, ku do të hospitalizohet dhe do t'i ofrohet trajtim i mëtejshëm specialistik, kujdes i nevojshëm mjekësor, si dhe rehabilitim adekuat.